Një nga momentet më të ndjera dhe më njerëzore brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ka ardhur nga Eliona, e cila në mes të tensioneve, debateve dhe presionit të vazhdueshëm emocional, ka zgjedhur të flasë hapur dhe pa filtra për një plagë të thellë personale. Në një bisedë të drejtpërdrejtë me Klodin, ajo i ka kërkuar qartë që ta lërë të qetë, duke shprehur një arsye që i preku jo vetëm banorët, por edhe publikun. Eliona i kërkon Klodit ta lërë të qetë, jo si pjesë loje, por si nevojë njerëzore. Ajo rrëfeu se personi që ka pasur më afër në jetën e saj i ka shkaktuar shumë dhimbje, shumë dëme emocionale dhe pasojat që ende i mban mbi supe. Ky rrëfim nuk erdhi me akuza të drejtpërdrejta, por me një lodhje të thellë shpirtërore që u ndje në çdo fjalë të saj, në një shtëpi ku shpesh zëri ngrihet për të dominuar dhe ku konfliktet shërbejnë si strategji. Eliona zgjodhi një rrugë tjetër, sinqeritetin. Ajo theksoi se nuk ka forcë të përballet me presionet të tjera emocionale dhe se ka nevojë për hapësirë, qetësi dhe respekt. Më lë të qetë ishte kërkesa e saj më e thjeshtë, por edhe më e fortë. Ky moment tregoi një anë tjetër të Elionës, larg figurës së fortë dhe shpeshherë të ashpër që publiku ka parë gjatë debateve. Ajo u shfaqe thyer, e ndjeshme dhe e mbushur me emocione të pashprehura më parë. Rrëfimi i saj solli në vëmendje faktin se pas çdo banori ka histori personale, plagë dhe përvoja që nuk shihen nga kamerat, por që ndikojnë fuqishëm në reagimet dhe sjelljen brenda shtëpisë. Klodit ju drejtua jo me sulm, por me lutje. Ajo i bëri të qartë se çdo insistim, çdo përplasje apo presion i rikthën dhimbje të vjetra që ende nuk janë shëruar. Ky ishte një moment ku loja u ndal për pak çaste dhe u la vend njerëzis. Banorët e tjerë e dëgjuan këtë bisedë me heshtje dhe seriozitet. Disa reflektuan, disa u ndjen të prekur, ndërsa të tjerë ndoshta për herë të parë kuptuan se tensionet brenda shtëpisë nuk janë gjithmonë thjesht strategji, por shpesh pasojë e traumave.